ajo nevojë që shoqëria po shikonte te disa forcat e reja, po përfshiret e demokratët euroatlantik. Përfshirë, tani të lutemi Ilir, se është një gjë. Demokratët euroatlantikët ishin pjesë e asaj PD-je e cila është përgjegjëse. Nuk ishin demokratë të era Atlantikut, as Lulzim Basha, unë s'desh edhe hap këtë temë, Lulzim Basha është politikani modështak që ka njoh historia e këtyre 35 vjetëve, njeriu më i paaft, të jesh 10 vjet. 10 vjet të jesh kryetar partie dhe mos të arrish të bësh asnjë gjë dhe të ikësh ashtu. Ai ka marrë fund. Ne jemi në një realitet. Nëse ka në njëri dështak në politikë ai dhe janë dhënë mundësi si asnjë tjetër. Pyetja ishte, ku janë forcat e reja politike? Dhe u ktheva në 2025-ën. Dhe të mos harrojmë që janë rreth 200.000 vota që ju kanë shkuar nga qytetarët shqiptar forcave të reja politike, të cilat nuk arritën për shkak të sistemit të përktheheshin në mandate deputet.